Përshëndetje të dashur nxënës, unë jam mësuesja Anaki Kuqi, jam mësimdhënëse në shkollën fillore Kirili dhe Metodit Titov. Si njësi mësimore, për ditën e sotme kem folja ja dhe kam në kohën e tashme dhe të ardhme. Çka është folja? Folja është pjesë e ndryshueshme e ligjëratës që tregon një veprim apo një gjendje. Tani do të bëjmë zgjedhimin e foljes jam dhe kam në kohën e tashme dhe të ardhme. Koha e tashme, folja jam. Unë jam. Ti je. Ai apo ajo është. Ne jemi. Ju jeni. Ata apo ato janë. Koha e tashme folja kam. Unë kam. Ti ke. Ai apo ajo ka. Ne kemi. Ju keni. Ata apo ato kanë. Koha e ardhme folja jam. Unë do të jem. Ti do të jesh. Ai apo ajo do të jetë. Ne do të jemi. Ju do të jeni. Ata apo ato do të jenë. Koha e ardhme folja ka. Unë do të kem. Ti do të kesh. Ai apo ajo do të ketë. Ne do të kemi. Ju do të keni. Ata apo ato do të kenë. Tani, unë jam një fëmijë i vogël dhe kam një qen të vogël. Pra folja në kohën e tashme tregon një veprim që e kryejmë tani. Por çfarë do të ndodhë më vonë? Pas disa vjetësh do të jem një djalë i rritur dhe do të kem një qen të madh. Pra folja në kohën e ardhme tregon një veprim që do të kryejmë më vonë. Tani unë jam një vajzë e vogël dhe kam një çantë të vogël. Po çfarë do të ndodhë në të ardhmen? Pas disa vjetësh do të jem një vajzë e rritur dhe do të kem një çantë të madhe. Gjej foljen e dur dhe rretho. Këtu i kemi disa fjali ku ne do të duhet të gjejmë foljen e dur. Besa, je, është, janë mësuese e matematikës. Pra, Besa është mësuese e matematikës. Ne do të kemi një shkollë të re. Ne do të kemi një shkollë të re. Shtëpia ime do të ketë një obor të bukur. Shtëpia ime do të ketë një obor të bukur. Lidh fjalit dhe cakto kohën e veprimit. Edhe këtu kemi po ashtu 3 fjali. Në klasën tonë do të kemi një nxënës të ri. Nesër do të jetë mot i kthjellët. Arta ka një mace të vogël.
Pra, fjalia në klasën tonë do të kemi një nxënës të ri është në kohën e ardhme. Nesër do të jetë mot i kthjellit, po ashtu është në kohën e ardhme, kurse arta ka një mace të vogël është në kohën e tashme. Lexojmë tekstin e mëposhtëm dhe do të vërejmë foljet e shkruara me ngjyrë të zezë. Nesër do të shkojmë në aksion për mbledhjen e pemëve. Aksioni do të jetë i vështirë, sepse në rrugë do të ketë shumë lëvizje. Do të nisemi herët, po ju prindër mos u shqetësoni, nesër në mbrëmje do të jem këtu. Pra, foljet e shkruara me ngjyrë të zezë janë në kohën e ardhme dhe tregojnë një veprim që do të kryhet në të ardhmen. Në tekstin e dhënë më poshtë, rretho foljet jam dhe ka. Shtëpia ime ka një obor, ku është një përshin e vogël dhe një kopsht me lule. Unë i kam shumë qejf kafshët. Në një qoshe të kopshtit ka një kotec për pula. Afër saj është edhe kolibja e qenit, sepse pas 2 ditësh unë do të kem një qen të sapo lindur. Ai do të jetë miku im besnik. Së shpejti unë do të kem edhe 2 kanarina. Ato do të kenë një kafas të bukur. Pra, foljet në këtë tekst janë: ka, është, kam, ka, është, do të kem, do të jetë, do të kem, do të kenë. Pra, nxënës të dashur, mbani mend se në kohën e ardhme foljet marrin përpara pjesëzat do të. Foljet jam dhe kam në vetën e tretë, njëjës dhe shumës shkruan me ë në fund. Pra, ai apo ajo do të ketë, ai apo ajo do të jetë, ata apo ato do të kenë, ata apo ato do të jenë. Detyrë shtëpie. Shkruani këto fjali në kohën e ardhme sipas këtij shembulli. Arta është në këndin e lojrave. Pra, në kohën e ardhme do të jetë: arta do të jetë në këndin e lojrave. Pra, arta nesër do të jetë në këndin e lojrave. Fjali e tjetër që ju do të duhet të punoni në shtëpi është: ajo ka një kukull të vogël, nxënësit janë në fushën e sportit duke luajtur futboll dhe sot është kohë me diell. Ju faleminderit për vëmendjen.